Ja çfarë ndodh nëse pini uthull molle çdo ditë. Uthulla e mollës njihet për vetitë e saj shumë të mira për shëndetin. Sugjerohet të përdorni uthullin e mollës dhe ta pini të paktën gjysmë lugje çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë. Ajo do ju ndihmojë në humbjen e peshës. Një studim i vitit 2018 ka treguar se uthulla e mollës ka veti dobësuese. Nëse pini 15 deri në 30 ml uthull molle çdo ditë do të vini re ndryshimet. Arsyeja është se uthulla jep mundësinë ngopjes, ndihmon në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Niveli i glukozës dhe insulinës ulet kur ju pini uthull molle. Kjo është vërtetuar nga një studim i kohëve të fundit në Suedi. Ky është një lajm i mirë edhe për dietikët të cilët duan të mbajnë nën kontroll luatit e pakontrolluara. Ndihmon në luftën kundër kolesterolit. Në një studim të botuar në Pakistan Journal of Biochemical Science u zbulua se uthulla mund të ndihmojë në menaxhimin e luhatjeve të kolesterolit që vijnë për shkak të ushqyerjes së keqe në dietën tuaj.